Po thonë kur, s'ka ardhur koha ta servirim dhe servirim i kam thënë që në 2014 në dhjetor dhe kam serviru pasaj në gjykim në tetor viti 2015 dhe aty fituam çështjen dhe u zbardh vendimi fitues në dhjetor viti 2015. Dhe është marrë precedent në rreth 50 vite të arbitrazhit Vienës, është zgjidhja e parë e këtij lloji. Guxova për çështje tjetër, thash, do të shkojmë nëpërmjet forcës madhore. Ndërhyr avokaturë shtetit e të tjerëve, që nuk i pëlqeu se Romea mund të hapi probleme të tjera, se unë nuk mund ta fitoja atë çështje, po mos godisja intrigën politike, që ishte mbrapa Diaqezit. Se unë shkoja për në arbitrazh, to më mblidheshin këtu, ke Shakespeare-in bëni pazar. Edhe nga administrata e Ramës. Edhe detyrimisht i preva rrugën, pra rrezikova, i dola për zot në të gjitha planat e këtij procesi. Të paktën meritoj të thuhet se të kemi 2019. Sa lekë ka kushtuar shqiptarëve minimalisht. Po. Edhe më ka gënjur, këta që mbaj vetëm integritet. Djersën time, janë 1.200.000 faqe, s'më ka paguar. Më kanë gënjur, pa them shqip. Pse se shpaqja kurajon, edhe pranova të mos i marr, do t'i marr patjetër. Nga xhepi tyre t'i paguajnë. Si Çeço, nuk i ndahem unë. Djersën time nuk ka asnjëri. As Damiani, as tjerë. E do flas akoma më tepër kur vi momenti. Por unë kam treguar të paktën këtë dinjitet që për hir të vendit kam sakrifikuar veten. Dhe besoj se kam drejtë më të madhe morale të flas. Po këta në gjën si herojnë tani, na dalin si herojnë të procesit. Herojnë të procesit, kush e ka për procesin? Kur në mënyrë me deklarat e kanë thënë e zbuloi i pari dhe dha zgjidhjen i pari. Ata nuk e pranonin. Ishte një çështje tjetër. I thash, kjo zgjidhet vetëm duke përdorur forcën madhore si argument. Nuk e bën siç thashun. E humbën një proces. Më merr në telefon sapo del e uordi vendimi dhe kam qenë me dëshmitar atje. Dëshmitari quhet Rezart Ruçi. Sa hapa telefonin, krye avokati Clifford Shansit. Hello Romeo, tha. You said it in the first moment, tha. For the force majeure, tha. Edhe vendimi kishte shprehur faqen 83-4 që vetëm me forcë majeure. I thash, po s'pa morë parasysh. Por tha ne, si rastin e parë, s'kishim një precedent dhe kishim frikë të shkelin në fusha të reja. Pra, unë nuk kam pasur frikë ta zbatoj precedentin. Kam dalë në Fox News, më kanë pyetur për Begetin para disa viteve. Jo, po të paguajmë parat, jam bllokuar këtu. Minimumi dhe 3-4 vjetë zoketa si pagesi, thash. Duke lexuar mirë të zezën në bardh, ligjet e normat e ucitralit, siç ishte menaxhuar ai proces. Dhe vonë kanë dalë të problemet e pagesave, se kishte një mundësi pezullimi 3 vjeçar. Dhe aty do kishte ndihmuar, po të kishin futur. E kërkuan avokat. Po s'na duhet ky se ky na ha probleme. Pra këta nuk i duan një person. Kanë përborxh me dhon lek, po vetëm probleme mos kenë. 100% mos kenë probleme politike se lekë janë tyre. Se i preka Berishën. Se thanë të riqu 2 ministrat ti, të riqu mos u merr me Berishën, jo u mora. Dhe është dëshmi në parlament, po. Maksidentum fëmijët mu dhe gruan, po. Musulën për të bërë qepazën për media, po. Aty s'ka më, nuk të riqe më pas. Se ftyra është e imja. Nuk është interesat tua politike dhe pazari politik, dhe konjunktura politike, se dolin çadër Berisha. Në çadër me lekë që ka vjen nga Qezi, dolin për kundërshtu Komisionin Balla, prandaj dolin çadër. Këta dolin dhe mbasi unë e kam çu dosjen në prokurim përgjithshme. Ja çova delegacionit evropian Blautinit. Ja çova Donald Lus në zyrë, atëherë këta e mbyllën pastaj. Edhe ikën këta nga çadra. Marrëveshje. Ja kështu u mbyll. E bën dhe marrëveshjen e bashkëqeverisjes të majit, në vit 2017. Kështu që këtu unë nuk e toleroj dot një person që thot nuk keni pavarësinë intelektuale. Edhe aq më tepër që mendimet e mia janë shkëputur edhe nga stomaku im, edhe nga xhepi im. Po deri në farkufiri. Pra kam dhe unë i kufi ku duroj, domethënë. Edhe frikë nuk kam asnjëri. Edhe as gjithë ta bashkë bëhen, domethënë, se kur jam nis atëherë më ke pyet. Jo. Kam thonë ka gjithë dynjarin ta kem përballë, unë do ri qoftë vetëm për arsye se jam me drejtën.
Dhe kur je me drejtën, dhe gjithë mundohen të bëjnë keq, kur ke Zoti me vete, ke për të. Dhe unë kësa punë kam hyrë për izat Zotit, nuk hyra për interes tim dhe shkela interesin tim, po djeshën time, jo nuk kam për të ngërë. Asa të pjesë të meritave të mia. Se na parakalon, do ky edhe bëjnë njerëzit të karrierë, të bëjnë ke partia jote, të bëjnë ke biznesi jote, në shtet jo, aty jam xhelozë. Je ke zënë ti, vazhdo zije forti, por në fund fare do prezantohesh me atë që ke kërkuar gjithë o vite. Ti, Berisha dhe tjerë. Edhe krahasohem mu me Rusmailin, në vend më japësh pak të një stem atje, një medalje, e të thuash, orë zotërit e jam borxh. Edhe në qofë se unë jetoja dhe gjysmën rrugë e kam jetuar. Jam përballë me rrugën që i vogën, ai se ka pa rrugën. E ka pa rrugën nëpërmjet tyre që quhen gangstera, që unë si llogaris fare këta. Unë ngrita nivelin e misionit tim. S'kam qas asnjë për tyre non gratave që ai mban miq dhe mban politik. Ata dhe familjarët e tyre ti qas edhe për kafe jo. Çfarë do të thot tani Tom Doshit që kanë krah ky, që Rusmaili buri mirë, unë e njoh Rusmailin dhe nga debati që kishte me Tom Doshi në parlament. Po, në kuvon, që i tha për Moldavet. Po. Ky është integriteti? Dhe ne që kemi pa integritet. Ç'a po them unë? Po them, prit afatin pezullus, kushtetues. Pse? Se nuk ta lejoj ty që dëshira jote është ligj. Jo, ky është sundim. Unë duhet sundohem nga kushtetuta dhe nga ligjet. Shteti së drejtës, rule of law. Kaq, dhe ndahen pushtetet. Nuk ka çeduar dhe ka lehtitur presidenti 100%, por nuk ka president që toleroj të kushtetuta sa ka toleruar të radhë Begaj. Dhe shumë mirë bëri që mori ky juristi këtij përsipër, që të paktën moralisht tek ne të jemi më të qetë, që nuk e kemi presidentin të papërgjegjshëm. Tani shpresoj që ajo gjykatë që kanë zgjedhur po këta. Unë do të sillja, por duke qenë që era dera nga studio tjetër, në emisionin tjetër do të sjell si varen në shtëpitë e njerëzve në Amerikë kandidaturat për të zgjedhur gjykatësit. Dhe tani bëjnë zgjedhjet në Pennsylvania, në Philadelphia, për gjykatës. Dhe ata bëjnë fushat dhe i zgjedh populli. Ore, boll ju na zgjodhët, ju të na katosur. Ju që ju keni konflikt interesi, jeni gjithë përbur nga i pari ke fundit. Ju zgjedhni parlamentin zgjedh. Ku shkon bën mirë për shtatë atyre? Në këtë sens. Dhe në këtë pikë jam atë. Unë besoj Romi vetëm një sugjerim ose një që mund ta diskutojmë. Amerikane të sotme dhe të referendum